Të gjithë futbollistët e diasporës kanë qenë vlerësuar për ne. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka, u është falënderues futbollistëve nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut që vendosën ndër vitet të bashkojnë kombëtarës kuqezi. Por futbollistët e diasporës, kreu i futbollit shqiptar thotë se ata janë vlerësuar, ndërsa insiston se nuk ka ndërmend të ndryshojë këtë politikë, duke i lënë dyert e hapura të gjithë futbollistëve shqiptar që duan të luajnë për Shqipërinë. Si ka ndikuar përfaqësimi i lojtarëve nga Kosova, Maqedonia e Veriut, fakti që ata janë bashkuar me kombëtaren Euro 2016 kanë qenë gjithmonë një vlerë e shtuar për ne. Gjithë futbollistët e diasporës kanë dhënë një kontribut të madh për kombëtaren. Ne kemi hapur dyert e kombëtarës më herët se 2015, por pas 2015-s në një numër të madh ka pasur futbollistë me kvalitet. Ka ndikuar pozitivisht dhe vijon të ndikojë pozitivisht. Ne nuk kemi ndërmend të ndryshojmë këtë politikë dhe të mbyllim derët për çdo shqiptar që dëshiron të luajë për kombëtaren shqiptare. Ka shpesh diskutime, kritika, por ne do të vazhdojmë këtë lloj politike, tha ai.